Përshëndetje miqtë mi të dashur. Ja ku po takohemi sërish bashkë në një tjetër edicion të programit Fluturues të fëmijëve. Edhe kësaj radhe, ashtu si çdo herë tjetër, ne do të luajmë, mësojmë, argëtohemi pafund bashkë me materiale të cilat me dashurinë më të madhe i përgatisim për secilin prej jush. Mirë po se për çfarë sakt bëhet fjalë kësaj radhe, unë juftoj që të ndjekim bashkë krye titojt. Eksplorojmë botën e inteligjencës artificiale me Kaonin dhe Hanën. Si do të ndryshoj inteligjenca artificiale botën? Punime kreative me letër. Teston njohurit në quiz dhe xhexhës. E kësaj radhe, përmes programit Fluturues të fëmijëve, do të njihemi me botën e mrekullueshme të inteligjencës artificiale. Kësaj radhe unë takova me dy fëmijë të jashtëzakonshëm, Hanën dhe Kaonin, vëlla e motër programues të rinj, të cilët do të na njoftojnë me inteligjencën artificiale dhe do të na tregojnë se si ta përdorim atë për ta bërë jetën tonë më të lehtë. Ta ndjekim bashkë rubrikën në vazhdim dhe të njoftohemi me këta dy fëmijë të jashtëzakonshëm. Këtë herë, programi Fluturues për fëmijë fluturon drejt botës së inteligjencës artificiale. Në këtë udhëtim të veçantë, do të na shoqërojnë Kaoni dhe Hana, vëlla e motër, shumë të talentuar, që po përdorin inteligjencën artificiale për të krijuar aplikacione të dobishme, sidomos për fëmijët. Ata aktualisht po punojnë në një aplikacion që ndihmon fëmijët të mësojnë më mirë matematikën aritmetike. Përmes një dizajni të zgjuar, aplikacioni është në gjendje të kuptojë se cilat ushtrime janë më të lehta apo më të vështira për fëmijën, dhe më pas i ofron detyra e shembuj të përshtatur për të përmirësuar aftësitë e tij. Përshëndetje, unë quhem Hana Krasniqi dhe jam 10 vjeç dhe jam në shkollën Fajkonica. Mua më pëlqen inteligjenca artificiale sepse më pëlqen sepse i ndihmon dhe i mëson në mënyrë më të mirë. Çfarë më ka të rikë më shumë ka qenë ajo pjesa e automatizimit të proceseve të ndryshme, të cilat nëse i automatizojmë ato procese, atëherë mund të themi që lejmë hapësirë për më shumë kreativitet. Sepse për shembull kemi raste të shumta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Mbretëria e Bashkuar, për shembull që e përmendi edhe Hana ku duhet të përdoret AI edhe në mësim. Po më kuptu për herë të parë duke biseduar me Kaonin dhe atëherë më lap vërtet përshtypje dhe fillova të shkoja në kursa. Pastaj me Kaonin filluam të krijojmë projekte nga inteligjenca artificiale. Atëherë një fëmijë që ka filluar klasën e parë mund t'ia shpjegojmë inteligjencën artificiale si një mjet që na ndihmon për të automatizuar proceset apo për të ndihmuar dhe rritur efikasitetin. Për shembull, mund të jetë inteligjenca artificiale një aplikacione më gjenerale, për shembull si ChatGPT që është mund t'i bësh pyetje të ndryshme, apo kemi edhe të specializuara vetëm për një gjë të caktuar. Me bashkëpunu me Kaonin është ai gjithmonë kërkon më shumë, por është edhe në mënyrë argëtuese kur bëjmë ndonjë gabim edhe na vjen të qishim. Atëherë, siç e përmenda edhe më herët, për shembull është një platformë School AI, e cila po përdoret nga shumica e arsimtarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pas arsimtarët apo mësuesit fëmijëve ju japin akses dhe më pas fëmijët përmes atij chatboti, ata mësojnë tema të caktuara, mësime të caktuara. Dhe kisha pas shumë dëshirë që ajo të arrijë edhe në vendin tonë,
sepse pra do t'i rritet gjitha njohuritë në nxënësve tanë dhe po ashtu do të rritet edhe ajo efikasiteti i mësimit, rritet shpejtësia e mësimit. Deri tash së bashku kemi krijuar një aplikacion që ka të bëjë për matematik. Hala nuk e kemi përfunduar se do ta advancojmë edhe më shumë. Hana e përmendi edhe platformën që është për të mësuar matematikën në mënyrë më interesante dhe në mënyrë të lojës. Sepse edhe studimet e vërtetojnë që mësimi përmes lojës rrit shpejtësinë e mësimit dhe po ashtu edhe njohuritë. Ajo ndihmon, është deri në klasën e parë, deri në të pastën, dhe ajo ndihmon që ju ti kopjojnë detyrat për ti mësojmë logjikshëm. Pra, si deri tash kemi inkuadruar një numër deri 200 mësime lidhur me matematikën dhe jemi duke shkuar duke i detajuar ende më shumë këto mësime, duke shtuar më shumë detaje dhe po ashtu qëllimi jonë është që të ofrojmë në platformën tonë mësim të personalizuar. Çfarë do të thotë kjo? Mësim i personalizuar është ai mësim që është i caktuar vetëm për nevojat që ka nxënësi. Duke përdorur inteligjencën artificiale, shkurtimisht AI, atëherë rritim njohuritë tona dhe i mësojmë ato logjikshëm, por duke mos e përdorur inteligjencën artificiale, atëherë në një farë mënyrë është pak më e vështirë për të mësuar. Unë dëshiroj që në të ardhmen dhe shpresoj që në të ardhmen unë dhe Kauni të kemi një lloj biznesi që do të krijojmë aplikacione të ndryshme. E tani të dashur miq, erdhi koha për rubrikën e kurioziteteve. Ajo si çdo herë ju sjell gjëra të interesante për të mësuar. Edhe kësaj radhe kemi përgatitur diçka që ja vlen të mësohet. Kësaj radhe do të flasim për inteligjencën artificiale. Ta ndjekim bashkë rubrikën në vazhdim. E tani erdhi koha për rubrikën e xhegjezës. Ju ftoj ta ndjekim bashkë. Në xhep më mban, s'më lë të vetmuar, më prek me gisht dhe jam gjithnjë i zgjuar. Me zë flas, me foto tregoj, kur s'më karikon, shpejt mërzitem e pushoj. Çfarë jam unë? A më tregon? Telefoni. E tani të dashur miq, erdhi koha për rubrikën e fundores. Ajo vazhdon të mbetet një nga rubrikat tuaja më të preferuara. Andaj, edhe kësaj radhe, ashtu si çdo herë tjetër, ne do të mësojmë të ndërtojmë diçka shumë të lehtë dhe të lezetshme prej letrës, të cilën mund ta bëni edhe ju që na ndiqni përmes ekraneve. Se për çfarë saktë bëhet fjalë, ju ftoj që ta ndjekim bashkë rubrikën e fundores.
E tani të dashur miq, erdhi koha që të testoni njohuritë tuaja përmes quizit. A mund ta gjeni përgjigjen? Çfarë është një robot? Një kafshë që ha shumë ushqim, një lodër që fluturon në qiell, një makinë që mund të bëjë gjëra si njerëzit. Një makinë që mund të bëjë gjëra si njerëzit. E tani, për fund, ashtu si çdo herë tjetër, unë juftoj që të ndjekim bashkë fjalët më të përmendura të këtij edicioni. Kompjuter. Tastier. Internet. Buton. Robot. Matematik. Detyrë. Ekran. Lojë virtuale. E me kaq të dashur miq, po e përmbyllim edhe këtë edicion të programit Fluturues të fëmijëve. Sigurisht për të takuar përsëri javën e ardhshme, në po të njëjtën kohë dhe në po të njëjtin vend. Kemi shumë gjëra interesante për të mësuar. Mirpo deri të shtunën e ardhshme, mua më duhet t'ju përshëndes. Nga unë Edlira, mirupafshim. Tung tung.